I nderuar Zoti Ministri i Punëve të Brendshme, në këtë çast solem, në respekt të veprës së të gjithë brezave të policisë shqiptare, në shenjë nderimi, detyrimi dhe respekti për gjakun e punojësve të policisë të rënë dhe të plagosur në krye të detyrës, në emër të gjithë punojësve të policisë shtetit, të vendosur për të mbrojtur rendin e sigurinë publike dhe për të garantuar zbatimin rigorozisht të ligjit në nderin tim personal, betohem për të mbajtur me nder flamurin e policisë shtetit. Betohem. E nderuar zëvendës kryeministre zonja Koçiu, i nderuar ministri i Punëve të Brendshme zoti Ilam Allari, i nderuar kryetari i Komisionit Çështjeve të Brendshme dhe Mbrojtjes zoti Çuçi, të nderuar oficer ndërlidhës të policive partnere, të nderuar përfaqësues të mediave, të nderuar kolegë dhe pjesëmarrës. Sot është një ditë e rëndësishme e karrierës sime në policinë e shtetit. Pas një rrugëtimi 25 vjeçar, me uniformën blu, me dëshirën për të shërbyer pa kompromis qytetarëve, ligjit dhe vendit, kam nderin të marr përgjegjësinë për këtë detyrë më të lartë në organizatën tonë. Këtë kurorëzim nuk e shoh thjesht si arritje personale, por si një përgjegjësi të madhe ndaj qytetarëve dhe ndaj çdo punonjësi të policisë shtetit. Gjej rastin e veçantë të falenderoj kryeministrin dhe qeverinë shqiptare për besimin e dhënë, si dhe çdo koleg me të cilën kemi ndarë këtë rrugëtim sakrificash. Jam mirënjohës çdo efektivit policisë që shërben çdo ditë me përkushtim, si dhe familjeve tyre që mbajnë peshën e kësaj detyre. Nderim për dëshmorët e policisë dhe respekt për veteranët që mbeten burim frymëzimi për ne. Është punuar e sakrifikuar shumë deri më sot. Mbetet sfidë, thellimi i rezultateve dhe përmirësimi akoma më shumë i imazhit të policisë, sepse një policinj e denjë matet me besimin që fiton çdo ditë nga qytetarët. Policia nuk është thjesht një institucion që ofron shërbim, ajo është vendi ku qytetari gjen mbështetjen, drejtësi dhe besim.